Po. Edhe dy. Në 7 mars shkojnë në Kazakistan, 12 prill vjen Danimarka. 2. Edhe një ke ondo. Den 12 prill, ja kis vet. Gjallë dhe jeshti që do bësh. Që ke mërzit në duket. Je lol. Vesel Shahini. Të partizoni. Personazh të filmi Graska. Veselinovici. Ora i thanë në intervjistë kemi humb 3-4 raste shënimi pjesë e parë. Veselinovici.
Ju lutem të rritin e këmbë për të respektuar lutin kombëtar të Armenisë. Please rise for the national anthem of Armenia. Bravo të ndëruar të rishikues të radio televizion shqiptar drejt për drejt nga salla olimpike Feti Borova, ndeshja e 4 kualifikuese kampionatit evropian të futbollit të sallës për vitin 2026. Shqipëria e trajnerit e ri ndërsulit do të jetë përballë Armenisë, ndërsa me një shkurt këto dy skuadra janë përballur në Yerevan, atje ku Armenia ka fituar 4-0. Armenia që është në vendin e dytë në grup me 7 pikë dhe Shqipëria që ka 3 pikë pas 3 ndeshjes, një fitore me Danimarkën në transfert 4-3 dhe 2 humbje me Kazakistanin në Feti Borova 0-2 dhe me Armeninë 0-4 në transfert. Kërkohet hakmarrja, mbështetja është maksimale sot për fuqezitë e sallës në atmosferën që ka krijuar Eagle Boys dhe tifozat fuqezi. Dhe shpejt ju prezantojmë informacionet e dy skuadrave. Shqipëria që zbret në fushën e lojës me Misini, Limani, Shkodra, Selmane dhe kapiteni i skuadrës Roald Alimi. Në stolin e rezervave Shkoza, Jonuzi, Kishtani, Tahiri, Toma, Shqipron Brahimi, Azem Brahimi, Kaca, Kryzi, trajneri i skuadrës, Erin Xhesuli, Armeria, Agadjanov, Kromik, Sanosyan kapiteni i skuadrës, Nevedrov dhe Melkonjan. Në stolin e rezervave Nkrshan, pasaj Manukjan, Galdinian, Melikjan, Mashomjan, Jegarian, Patatjan dhe Petrosov trajneri i skuadrës, Ruber Nazarabjan, drejton ndeshjen gjyqtarët zviceran, Daniel Matkovic dhe Darko Boskovic, arbitri i tretë David Sherli, vëzhgues i tyre do të jetë italiani Angelo Galante, ndërsa delegati UEFA-s anglezi Grim Del
dhe kombajtës Albano Stolaj. Ndërkohë që kjo është ndeshja e 4, më 7 mars Shqipëria do të luajë ndeshjen e parafundit në transferten e Kazakistanit dhe 12 prill do ta mbyll këtë fushat të kualifikueseve me Danimarkën pikërisht në sallën olimpike Fetiborova. Për të gjithë televizionistit e radio e televizionit shqiptar, e para e grupit kualifikohet direkt për në fazën finale, ndërsa e dyta merr pjesë në play-off. Për momentin me vetëm 3 pikë në 3 ndeshje. Shqipëria është larg objektivit, ndërsa Armenia ka 7 pikë. Dhe topin e parë nga qendra do ta luajë Shqipëria pranë topit të pikërisht Arbër Shkodra. Ka ardhur vëshëllima e Matkovic dhe Boskovic. Halimi. Më pas Limani edhe një herë rrëmbejt topin armenët me Kromik. Limani. Roald Alimi. Arbër Shkodra. Kërkohet Selmani me një top të vështirë për të dhe rivënia nësore për armenët. Janë 20 minuta lojë me kronometër, me kronometrin që ndalet sa herë që topi del jashtë vijave kufizuese të fushës apo kur ka faulla. Rivënia tjetër nësore për Shqipërinë. Halimi. Mundohet ta qarkullojë sa më gjerë në të gjithë gjatësinë e fushës, vjen goditja e parë nga këndi për Shqipërinë. E ka prekur topin numër 13 Melkonjan. Goditja e parë nga këndi për Shqipërinë. Në vetëm 1 minutë e 21 sekonda. Halimi. Arbër Shkodra nuk e kontrollon si duhet, megjithatë detyrohet ta kthejë topin tek Nisini. Edhe një Selmanaj. Sërish Arbër Shkodra. Halimi nuk e kontrollon si duhet. Gjithsesi vihet në zotrimin e topit Limani. Halimi. Topi që shkon në rivënie fundore, prekja e fundit e Kromik. Selmanaj. Halimi. Top pa dres. Ishte Nevedrov që zotroi për një qas. Rivënia nësore për Shqipërinë. Prekja e fundit e kapitenit të Armenisë Sanosyan. Njëri nga autorët e golave të pokerit që Armenia realizoi të shtunën. 2 gola Nevedrov, 1 gol Petrosov dhe Sanosyan. Ndërkohë kanë nisur drive tek Shqipëria. Numër 5 Kishtani. Sërish goditje këndit për Shqipërinë e dyta. 2-0 goditje e këndit, 0-0 shifrat e goleve, ndërsa po i drejtohemi minutës së 2 të pjesës parë. Roald Alimi, Limani, edhe një Roald Alimi tjetër rivënia nësore, në një tentativë për të parë faull, prekja fundit e Sanosyan. Halimi. Gështimi për tjetë Agatxhanov, pas goditjes së numër 5 Pishtani, rivënia nësore për Shqipërinë. Kjo është ndeshja e tretë në bilancën midis dueleve të Armenisë dhe Shqipërisë. Ja 2 fitore të Armenisë. Halimi kontrollon Agatxhanov. Sanosyan. Dalja shpejt, mbyll të gjithë zonën Roald Alimi në tentativën e Nevedrov për t'u drejtuar portës së Nisinit. Halimi del nga zona e rrezikut. Pishtani e marrin armenët, ka faull i parë për Armeninë. Shkakton Pishtani. Faull i parë i shkaktuar nga Shqipëria. Sanosyan. Sanosyan në këtë duel shpejtësie me Limani. Rivënia nësore për Armeninë. Edhe një tjetër në numri 13 Melkonjan.
Nevedrov. Sanosian në këtë depërtim nga e majta, vetëm rivënjë fundore, diagonali ati që kalon prapë portës e Misinit, por për fatin të të mirë jemi në rivënjë nësore Misini. Pasaj Pishtani nuk e vlerëson si duhet atë pasim të gjatë. Edhe njerë Pishtani e ndërhyrën në Melkonjan. Jemi në rivënjë nësore për Shqipërin. Selmanaj. Pasaj edhe numri 13 Kryziu. Kryziu. E ndërhyrë shpeta Gadxhanov. Edhe njërë Selmani. Gadxhanov ka dalë Misini, duket i loj portierësh, me gjithatë edhe njërë tjetër zotëro topin nga armenët. Gadxhanov rifillon gjithçka nga e para. Armenia. Gadxhanov që rikthehet në lojtarin e pensh për skuadrën armene në ndihmë të sulmit. Ka kohë që rivënjë fundore. Ndërkohë, ka dalur lojë njëri nga gjyqtarët në një diskutim midis numrit 10 të Armenisë, Melkjan, dhe numrit 13 të Kryziu, që thon Matkovic. Ndërkohë ka kohë që kanë hequr dorë skuadrat nga lojtari fiturues në termin e futbollit sallës, pra lojtari që bëte dhe portierin edhe sulmuesin në rastet veçanta. Tashmë luhet me portierin në fazën sulmues. Nivel jansor për Armenin. Jemi në 4 minutat e para, Toma. Shkodra. Më do të qërëlloj shpejt topin skuadra jo. Edhe njërë Toma në këtë duel me numrin 11. Bashumjan. Korne, këtit e këndi e treta për Shqipërinë. Goditje shpejt e Tomës edhe njërë arbër Shkodra dhe ndërhyrja vendimtare për tjeta Gadxhanov dhe shpëton nga psimi i golit Armenia. Ndërkohë ka mbetur i dëmtuar për tjeta Gadxhanov. Sa ka që numri faullave është barazuar në 1-1, shojmë edhe njërë nga përsëritja arbër Shkodra dhe reagimin e Gadxhanov. Rivënjatësor për Shqipërinë. Kjo goditje e numrit 13 Kryziu thuaj se nga rrethi mesit fushës për jashtë kuadratit të portës armene. Edhe njërë armenët. Manukjan. Po mundohet televiz në përmjet storit të Ruben Nazaretjan.
Arbër Shkodrës, rivaliancore, në momentet caktuar, ushtron presingun Shqipëria, për të mos e lënë të dalë nga zona e vetë skuadra armene. Niset Armenia në këtë sulm me Melkjan, rivaliancor për Armeni. Kjo goditje largon Misini me këmbë rivaliancore, ishte përpjekja numrit 11, Mashumjan. Tjetër rivaliancore, Manukjan. Goditja fluturinthi dhe nuk arrin më pas. Petrosov ta çoi topin në rrjet rivaliancore, Misini. Arbër Shkodra. Pa drejt stopi për Halimi, rivalje fundore që nis nga portieri Agaxhanov. Balkonjan, pasaj dhe Sanosjan, Balkonjan, Nevedrov. Ndërkohë që duhet kujtoj për gjithë teleshikuesit, Shqipëria ka regjistruar për 16 minuta në ndeshjen e parë në Yerevan. E pasaj kanë ardhur gola të pësuar, ndoshta edhe për një rënje fizike të skuadrës. Merr topin Limani. Arbër Shkodra. Rivalje fundore. Sanosjan faul, ndoshta. Janë faula që numërohen dhe në aksionin sipër kjo goditje, vetëm për rivalje fundore. Edhe një Sanosjan pranë gjyqtarit Matkovic. Tahir. Dalla Agaxhanov, rivaliancore për Shqipërinë. 0-0, ndërsa jemi në minutën e 6 të pjesës së parë. Selmanaj, Tahir, tjetër rivaliancore, prekja fundit e numrit 8, Nevedrov. Sërish prek topin Sanosjan, tjetër rivaliancore, mbetet në atë zonë topi për disa sekondash. Ende nuk po gjen formulën e dur për të goditur, ja tek vjen kjo diagonale e Tahirit. Agaxhanov. Sanosjan dhe hyrja vendimtare Limanit e më pas edhe Halimi. Prekja fundit e Nevedrov, rivaliancore për Shqipërinë. Randalini, Limani, Misini që bërë përsi për të ndihmuar sulmin, Agaxhanov e luan shpejt topin. Më pas vjen edhe numri 6, Kromik. Balkonjan. Halimi në këtë ndërhyrje vendimtare ndaj numrit 13 Melkonjan. Prekja fundit e kapitenit Kuqizir, rivaliancore për Armeninë. Limani, pasaj Nevedrov, edhe njerë Malkonjan. Malkonjan dhe Roald Halimi, rivaliancore për Shqipërinë. Mbetemi kështu në shifrat e bardha pa gola 0-0. Misini, nga bon në pasimin e tij. Kromik,
Kromik I ka ndërhyrë një mali, por Nevedrov dhe jashtë. Shpoton Shqipëria nga psimi I golit. Nevedrov I vetëm e ka çuar jashtë një fundore për kuqëzit. Ndërsa jemi në minutën e 7 të pjesës parë. Pranë golit, rasti më serioz shënimi për Armenit. Halimi. Pa pas dhe numri 2, Jonuzi. Tjetër faul dhe kartoni verdh për Kromik. E kanë këshilluar fillimisht Boskovic. Boskovic dhe Kromik. Fauli 2 që shkakton skuadra armene. Halimi dhe Selmanaj pranë topit në pozicion diagonal me portën armene. Selmanaj është larguar kapiteni Halimi dhe largon Agaxhanov. Nisë në këtë kundërshturm Armenia me Sanosian. Pastaj Nevedrov. Nuk vjen topi për Malkonjani që ka prekur për fundit të rivaljancore për Shqipërinë. Toma. Roald Halimi ka bërë në pasim Malkonjan. Pastaj Nevedrov nuk triblos do të numri 2 Junuzi. Rivaljancore për Armenin. Sanosian, pastaj Agaxhanov. Sanosian nuk arrin të godasi Kromik Misini. Një gjatë për tomën ndërhyn Malkonjan në rivaljancore për Shqipërinë. Jemi në 8 minuta. Në 8 minuta të pjesës parë. Arë për Shkodra. Pasaj dhe numër 2 Jonuzi, tjetër rivaljancore për Shqipërinë. Shkodra. Numër 10 Melikjan. Pasaj dhe numër 11 Mashumjan. Mashumjan. Edhe një tjetër Melikjan. Rivaljancore për Shqipërinë. Topi në rivëllje fundore Agaxhanov. Niset me njerë Mashumjan. Ditja edhe njerë ndërhyrë Misini për para këmbëve të portierit Petrosov. Zgjedh rrezikun. Tjetër pasimi ka buar, nuk e sotron si duhet Jonuzi. Nuk e mos i dhënë mundësinë Shqipërisë të organizohet në sulm. Ndoshta Misini do duhet ta kishte luajtur shkurtësi dhe e gjithë skuadra më pas ishte në zonën armene. Rivaljancore. Misini, rivëllje fundore përsëri.
Melikian. Kërkohet më pas edhe Manukjan. Mashumjan. Petrosov. Përsëri Manukjan. E merr me gjosë Mashumjan, por Petrosov nuk arrit ta zotrojë si duhet, pretendojnë për prekje të topit me dorë armenët. Agachanov. Jemi në mesin e pjesës parë. Mashumjan. Mashumjan. Manukjan. Blokohet nga Arbër Shkodra, rivaliancore për Shqipërinë. Arbër Shkodra. Arbër Shkodra. Ja rëmben topin armenët e më pas kjo ndërhyrje e numër 3 Pishtani. Për ja fundit që armenëve jemi në rivaliancore për Shqipërinë. Armenëve. Manukjan. Mashumjan. Mashumjan. Raldanin. Topi për Pishtanin, Arbër Shkodra. Pasimi gabuar, nuk digjet nga asnjë nga pjesa tjetër e skuadrës. Mbetemi gjithnjë shifrat e bardha pa gola 0-0, ndërsa ka kaluar 10 minutë i parë i kësaj sfide. Sanusjan. Po pas edhe Malkinjan. 5. Gandilian. Edhe një tjetër. Skuadra armene me numër 8 Nevedrov. Sanusjan. Ganoljan. Edhe një tjetër Sanusjan. Përsëri Ganoljan. Sanusjan. Sanusjanët të diagonale edhe vetëm rivënje fundore për skuadrën armene e për Shqipërinë. Ndërkohë që vazhdon të protestojnë vazhdimisht Sanusjan për faullat e padhëna për Armeninë, ndërkohë kemi time out. Një pushim i kërkuar nga trajneri i Shqipërisë Erin Desuli. Vazhdon të protestoj kapiteni i Armenisë Sanusjan. Gati për vazhdimin e lojës. Jemi në 2-1 faulët. Tahiri, rivaliancore për Armeninë, krejtësisht pa adresa i pasim. Malkonjan. Sanusjan. Sanusjan edhe një tjetër, Ganoljan. Agachanov. Agachanov. Bord numri 13, Malkonjan. Agachanov.
Salosjan, lirohet nga Bulimi, goditja jashtë. Pranë shtyllës së djathtë Pinguli afrohet edhe një herë tjetër Armenia pranë golit në minutën 12 të pjesës së parë. Alimi. Selmane dhe pasaj dhe Tajiri, topi në duart e portierit Agaxhanov. Nevedrov. Malkonjan. Salosjan. Malkonjan. Nevedrov. Nevedrov, Ganuljan. Edhe një tjetër përsëri numri 13 Malkonjan. Ganuljan. Salosjan. Ka përballë kapitenin Roald Alimi, pasaj Malkonjan. Goditja largon me këmbë Misini. Tahiri, Alimi, kundër sulmit të Shqipërisë. Selmanaj, mirë po nuk e zotron si duhet. I merr topin dhe ja heq nga kontrolli Agaxhanov nivelin fundor për Shqipërinë. I kishte gjitha mundësitë Selmanaj për të shënuar. Në minutën e 13 pjesës parë, afrohet Shqipëria pranë golit. Roald Alimi. Ishtani. Selimani me topin, pasaj Selmanaj. Edhe një tjetër Roald Alimi. Roald Alimi vonon pasimin, ndërhyrën edhe numri 11. Mashumjan. Alimi. Topi për Ldimani, drejt në duart e portierit Agaxhanov. Numri 3, Manukyan. Mashumjan. Petrosov. Ndërhyrja fundit e Selmanaj. Rivaljancor për Armeni. Dhe Patatyan. Agaxhanov. Agaxhanov në këtë goditje Misini me shumë vështirësive në dy kohë zotron topin. Shpëton edhe një herë tjetër, hera tretë që Armenia afrohet seriozisht në portën tonë për shënuar gol. Provoi Agaxhanov. Mashumjan. Pasaj dhe numri 10 Melikjan. Rivaljancor për Armeni. Mashumjan. Ndërhyrja për Shkodrës, rivaljancorës për Shqipërinë. Fokusohet nga kamerat e radio televizionit shqiptar dhe Italia e Shqipërisë, Erinder Suli. Pishtani. Pishtani, precisht pa dres, e dorëzojnë shumë shpejt topin lojtarët tanë. Mashumjan. Petrosov. Përballë ka Kryeziu. Pasaj dhe numri 7. Shkëlqem Shqiprim Brahimi. Faul i 3 që shkakton Armenia. Sërish nuk bëhet vesh Kryeziu me portierin Misini, Petrosov. Ndërhyrë dhe Arbër Shkodra. Kryeziu që përpiqet të nxjerrë skuadrën përpara. Shqiprim Brahimi. Mashumjan. Faul i Shqiprim Brahimit, faul i 2 që shkakton Shqipëria. 2-3 faullat.
Melikian. Dhe ndërtoj kundërshurmin. Skuadra Kuqëzi. Petrosov. Topi tek portieri Agadjanov. Sanosyan. Sanosyan largon me këmbë Lisini. Pishtani, faulli numrit të 10 Melikian, faulli 3, barazon faullat e 3-3 ka dhe karton të verdh për Melikian. Jonuzi, Kryziu, një altësore, pra 4 faulla nga skuadra armene, një kartoni verdh për numrin 10 Melikian, ndërshkuar i pari kësaj sfide. Sanosyan. Ndërkohë faulli 3 që shkakton Shqipëria. Jemi 3-4. Një ndërhyrje e Arbërshkodrës ndaj kapitenit armen Sanosyan. Kanë mbetur dhe 2 minuta e 51 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë, 0 Shqipëria, 0 Armenia, ndërkohë që faullat janë 3-4 për Armeninë. Një fundore. Merë gjithçka nga vija anësore, kapiteni i Shqipërisë Ronald Halimi. Tahiri, Halimi.
Përsëri Halimi e gjen me vështirësi pikën e pasimit tek Selmani pas Halimani. Kontrollon Ragaxhanov. Sanusyan. Nevedrov. Nevedrov edhe njërë Sanusyan. Sanusyan lirohet, pasaj Nevedrov. Nevedrov. Topi që kthehet tek Agaxhanov, kërkon një organizim më të mirë të sulmit Armenia. Agaxhanov. Melike. Melkonyan. Melkonyan. Pasaj dhe numri 6 Kromik. Sanusyan. Sanusyan. E në fund rrën Halimi rivaliancore për Shqipërinë, duke si skuadra nga dalë Armenia, por në momentet caktuar sa herë vjen por në portën tonë, krijon rrezik dhe si thua dritërima. Nuk arrin godas Nevedrov rivalje fundore. Dhe 1 minutë e 22 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Selmani. Dimani. Arbër Shkodra. Edhe njërë Selmanaj. Selmanaj dhe Nevedrov. Selmanaj. Ndërhyra Nevedrov, rivaliancore për Shqipërinë, por ndërkohë ka një ndalesë. Duke se ka një problem me vizimin e fushës. Ka dalur lojë njëri nga gjyqtarët zviceran, 1 minutë e 11 sekonda. Duhet të vuajmë edhe të tilla gjëra. Gjithçka gati për vazhdimin e pjesës së parë, jemi 3 minutës së fundit. Selmanaj, ndërkohë ka faul ndoshta nga Arbër Shkodra, faul i 4 i Shqipërisë. E shohim edhe nga përsëritja. Sanusyan. Melikan. Nevedrov, Kromik, Sanusyan, kemi hyrë në minutën e fundit pjesës së parë. Sanusyan, ndërhyrja Visirit, godinë e këndit për Armeninë. Aksioni 4 i rrezikshëm i Armenisë në pjesën e parë. E shohim edhe një herë godinën e Sanusyan. Dhe ndërhyrjen e Visirit. Përsëri Sanusyan rivalje fundore. Arbër Shkodra. Numri 3. Manukyan. Ganolyan. Manukyan dhe Toma. Ndërhyrja Tomës kanë vetëm 19 sekonda deri në përfundim. Greziu. Faul i numrit 5 Ganolyan. Kartoni verdhe për Ganolyan, i dyti për Armeninë. Faul i 5 i Armenisë. Pra 5 faula.
Kryziu. Selmanaj, Limani. Përsëri dhe numër 3 Pishtani. Lëria fundit. E numër 10 Melikian. Vjen këtu vërshëllima fundit e Matkovic dhe Boskovic. 0-0 pjesa e parë. Me 4 mundësi ideale të Armenisë për të realizuar golin, por edhe Shqipëria. E gjithçka e barabartë, do të kemi 5-10 minuta pushim, e më pas do të jemi me pjesën e dytë takimit Shqipëri-Armeni, ndeshja e 4 kualifikuese e Kampionatit Evropian 2026. 10 minuta.
Shqiprini. Oando. Përshëndetje edhe njërë të nderuar teleshikues të radio televizion shqiptar, ka nisur pjesa e dytë e ndeshjes Shqipëri-Armeni e vlefshme për kualifikuesit e kampionatit evropian të futbollit të sallës 2026. Pjesa e parë, sikurse e patë edhe nga transmetimi ynë në kanalin e tretë të radio televizion shqiptar, ka përfunduar 0-0. Kjo goditje e shpejtë e armenëve me numrin 6 Kromik do të bëj presingun skuadra armene. Ndërhyrja pasaj e Nevedrov përballë Selmanaj. Rivën jancori për Shqipërinë. Kreziu. Shkodra. Topi që kthehet tek Nisini. Nisini në këtë top të gjatë, prek topin me kokë, portieri Agachanov ka goditje këndi për Shqipërinë. Edhe një tjetër Agachanov, tjetër goditje këndi. E dyta rallësi në këtë fillim të pjesës së dytë, ndërsa jemi në minutën e 21. Për krejtësi Shpadrez, shky pasim. Kromik dhe ndërhyn Nisini në rënje sipër, ka devijuar topin në goditje këndi. Edhe njerë topin e gjatë nga përsëritja Kromik me pjesën e jashtme të këmbës së djathtë. Malkonjan ndërhyn numri 9 Shkodra. Për fatin e mirë ka për pak sa nuk shkaktoi autogol. Malkonjan edhe njerë nga këndi në të djathtë të sulmit armen. Nevedrov merr topin Kreziu, por nuk merr vesh me pjesën tjetër të skuadrës. Rival jancor për Armeninë. Agachanov. Ndërhyn Halimi. Ja ka marrë Nevedrov blokon numri 11 Selmanaj. Goditja Misini, provoj dhe Sanosian. Rival jancor për Shqipërinë.
Halimi. Sanosian. Kromik. Pasaj dhe Malkonjan. Sanosian ndërlisini në shumë vështirësive. Më tepër se sa e ka kontrolluar topi, ka rëshitur në përduar dhe është larguar. Agaxhanov. Kromik. Edhe vjen goli i parë për Armenin me Nevedrov në këto kombinim midis numër 6 Kromik, Malkonjan dhe finalizimi i Nevedrov, ndërsa jemi në minutën e 22, 1-0 për Armenin. E shohim edhe njërë nga përsëritja. Pra shënon Nevedrov në golin e tij të tretë në portën Kugjezy. Kemi rivalizator për Shqipëri. Kryeziu. Falli i parë që ka shkaktuar Armenia. Kërkoj kombinimin numri 5 Tahiri me Kryeziu. Por nuk arrihet finalizimi Agaxhanov. Pasaj dhe numri 3 Manukyan. Mashumyan. Petrosov ndërhyrje realimin kontinentin për Armenin. Është e treta rallësi në pjesën e dytë për skuadrën armene. Rivolja fundore. Halimi rivolja altësore. Arbër Shkodra. Ndërhyrën edhe Tahiri, tjetër rivaliancore, për këtë herë vetëm për Armenin. Kam duar të rivaliancore. Ende nuk po gjen orientimin në sulm skuadra Kugjezy në pjesën e dytë. Mes ndrimeve të shumta për gjetur ndoshta peshën e dur të një rindërsulit. Melikian. Mashumyan. Pasaj dhe Manukyan. Arbër Shkodra. Ndërhyrën Mashumyan rivaliancore për Armenin, për Shqipërinë, fali. Jemi në minutën 23 të pjesës 2 të këtij takimit. Topi për portierin Agaxhanov. Melikian. Gati në kufit e faullit Jonufsi. Kryeziu. Rivaliancore. Sërish nuk orientohen me njëri tjetrin lojtarët tanë, Toma dhe Jonusi në këtë rast. Manukyan. Godinja Futurinti e numri 10 Malikian. Pra Nevedrov në minutën 22 autori golit për Armeni.
Topi për Jonuzin. Jonuzi, faul për vazhdo lojën dysha e gjyqtarëve Zvicera. Do të është faul që në i ndëshkueshëm, nëse do të merrte kartonin e dytë, kartonin e verdhë Malikian. Do të ishte dyta e verdhë dhe njëkohësisht e kuqe. Mirë po ka lënë avantazhin të dy gjyqtarë. Kuptohet që në futbollin e Sallës nuk ka im avantazhi. Kjo diagonale e Selimajt. Sanosian ka rikthyer formacionin e parë skuadra armene Nevedrov kërkon të luajë me Thember. Pastaj Arbër Shkodra ka ikur topi nga kontrolli goditi këndi për Armenin. 24 minuta lojë, mbetet në fuqi gjithmonë goli Nevedrov në minutën 22. Sanosian. Ishte dhe Melkonjan. Jonuzi. Arbër Shkodra. Në mirëdhjet Selmanaj. Goditje këndi për Shqipëri. Jonuzi. Selmanaj ndërhyrja Gaxhanov pranë golit të parazimit. Shqipëria goditje këndi për Kuqezin. Goditja ke numër 3 Pishtani. Jemi në rivëlje fundore për Shqipëri, për Armenin. Agaxhanov. Pasaj dhe Kromik. Melkonjan. Sanosian. Pasaj dhe Melkonjan. Kromik. Melkonjan. Goditja shtylla, shpëton Shqipërinë nga psimi i golit të dytë. Kromik shtyll e rivëlje fundore. Ndërkohë kanë mbetur i dëmtuar Misini në përplasje me Pishtanin. Shohim edhe një herë nga përsëritja. Goditja Kromik e topi që përfundon në shtyllën e Majt Pingule përfundon jashtë. Misini që kërkon ndoshta asistencën mjekësore. Minuta 25, goditje shtyllën nga Armenia. Ka hyrë në fushën e lojës edhe Kaca, kapiteni i Tiranës. Të dalje shpejt. Një përkrecisht pa adres me një të provokaca, pretendon topi për prekje topit me dorë nga Sanosian, faulli i dytë që shkakton Armenia. Alimi dhe numri 10 Endrit Kaca. Shohim se si do të zgjidhin. Alimi është larguar Kaca. Kërkohet skema. Shumë skematike, duhet të ishte më e thjeshtë, ndoshta një goditje fort për të rrezikuar në 4 këndorin armen.
Edhe në këtë rast nuk merr asgjë kontare Kuqëzi. Jemi në rival altësore. Kaca. Nisini. Duke sigur mungon orientimi, është jashtë çdo lloj detyre kombëtare. Agaxhanov. Nevedrov. Po pas largon Kaca dhe Alimi. Agaxhanov. E në topit e del jashtë, me tjetë nuk rrezikon shumë. Melkinjan. Melkonjan. Pas pasimit Sanosjan, që ka topin në kontrol, kapiteni armen. Kromik. Melkonjan. Përsëri Sanosjan largon me dorën e majt. Nisini edhe njërë Sanosjan. Dhe mbes shumë vështirësive largon Limani. Kemi godinë e këndi për Armenin. Pra në golit të dy skuadra armene. Goditja e Nevedrov dhe në minutën e 26 vjen goli i dytë për Armenin. Përsëri Nevedrov. Minuta 26, 2-0 për Armenin, Nevedrov. E nisim edhe një Kaca dhe largon Agaxhanov. Afrohet pranë golit me mundësinë për ngushtimin e rezultatit skuadra Kuqëzi. Pra, Nevedrov në minutën 22 dhe 26, 2-0 për Armenin. Rivali altësor për Shqipëri. Në minutën 27 të pjesës së dytë e këtij takimi. Kryziu. Rivali altësor. Alimi. Faulli Alimit, faulli parë për Shqipërinë, e kartoni verd për kapitenin e Kuqëzive. Kartoni treti verd që jepet në këtë sfidë, 2 Armenia e 1 Shqipëria. Kryziu. Vje pasaj edhe numri 4. Limani. Kryziu. Limani. Përsëri Limani, Kryziu. Topi për Agaxhanov në këtë largim të topit fluturimti. Gati tek spektatorët. Topi që luhet nga numri 7, Shqipëri Ibrahimi, Nisini, Kryziu, Nisini, Nisini përsëri,
Kryeziu. Limani, Kryeziu. Halimi. Ishte edhe numër 7 Shqipëri Brahimi. Misini. Përsëri Kryeziu. Opi që kalon të gjithë pasyrë në zonës armene, e largohet më pas nga numri 10 Melikjan. Brahimi. Kryeziu. Kryeziu. Limani. Përsëri Kryeziu. Shqipon Brahimi. Rivënje fundore. Nevedrov, autori 2 goleve për Armenin. Përsëri Nevedrov. Minuta 29. Petrosov. Vazhdojnë me pretendimin e fuqësive për rivaljancore. Agaxhanov. Faul. Megjithatë, violojnë gjyqtari Boskovic. Kryeziu. Ka dhe nerva midis Kryeziu dhe Petrosov. Matkovic shjetër të 2. Kryeziu. Shqipion Brahimi nuk kuptohet me numrin 9 Arbër Shkodër. Kjo goditja në diagonale e numri 3 Manukjan. Vetëm më rivënje fundore. Nevedrov. Limani. Pasaj dhe Kryeziu, faul, por vion përsëri lojën dyqja gjyqtarëve Matkovic dhe Boskovic. Faulli duhet ishte për Shqipërinë, shkaktuar nga kapiteni Sanosjan, e shohim edhe një herë. Rasti disat që i ka ikur të loja nga kontrolli 2 gjyqtarëve zvicerar, Matkovic dhe Boskovic. Agaxhanov. Misini. Kërkon të godas fluturin nga porta në port. Krobik. Sanosjan në këtë diagonale Nevedrov dhe vetëm rivënje fundore. Misini me shpejtësi për Selmanaj. Ndërhyrën pasaj dhe Malkonjan. Halimi. Halimi në diagonale në Sanosjan. Nevedrov. Malkonjan dhe goli 3. Goli 3, ndërsa jemi në 9 minuta 34 sekonda nga përfundimi i sfidës, shënon edhe Malkonjan. 3-0 për Armenin. Jemi në minuta 31. 3-0. Armenia që përshkon drejt kuotës 10 pikëve në 4 sfida. Ndërkohë që Shqipëria mbetet në kuotën e 3 pikëve. E ndjejmë tani
Ka shënuar vetëm 3 gola. E ka pësuar 12. 2 nga Kazakistani, 3 nga Danimarka, 4 nga Armenia e 3 aktualisht nga Armenia. Pra 3 me 12 gole varazhi në 4 sfida. Selmanaj, 4 me 12 më fali. Se ka fituar 4 me 3 me Danimarka. Toma. Selmanaj. Halimi. Halimi. Pastaj dhe Toma. Selmanaj, Halimi. Numër 5, Pishtani. Numër 5 ai. Halimi. Selmanaj, Selmanaj. Tahiri. Toma. Halimi. Toma që e le për portierin Misini. Edhe 8 minuta dhe në përfundim të sfidës. Toma. Centron gjithçka Agaxhanov. Petrosov. Topi për numër 3, Manukyan. Pastaj dhe Tahiri dhe Manukyan, Tahiri në nivelin fundore. Thuaj se nuk ka bërë asgjë kombëtare e Shqipërisë në pjesën e dytë. Manukyan. Melkonyan. Sarosyan. Edhe njërë Melkyan. Kaca. Pishtani. Ose i Pishtani. Manukyan. Melkyan. Manukyan. Manukyan, rivalianësore ka ndërhyrë Kaca. Manukyan. Agaxhanov. Petrosov. Topi për portierin Misini. Petrosov. Petrosov. Mirë por nuk gjen pikën e pasimit për të çuar topin në rrjet, tentoi vetë. Toma. Jonuzi jashtë. Ndërkohë ka mbetur i dëmtuar Melkyan. Jemi në lojë të ndërprerë.
Agaxhanov. Salosjan. Ndërhyn pasaj dhe Arbër Shkodra. Kryeziu që nuk del dot shpejt do sulm. Salosjan. Faul ndoshta vazhdon loja. Kryeziu. Kromik që shkakton faul, lejojnë lojën e rëndë dy gjyqtarë dhe vjen ky faul i Salosjan. Është faul i tretë i shkaktuar nga Armenia. Toma. Grigori ka goditje këndi prekja fundit e Salosjan. Arbër Shkodra. Kjo goditje fluturim të Tomës në nivelin fundore. Malkonjan. Pasaj Nevedrov. Salosjan. Nevedrov. Kromik. Melkonjan. Topi për portierin Misini. Selmanaj. Jonuzi. Ndërhyrja shpejt e Salosjan. Kromik. Melkonjan. Faul i Jonuzit, faul i 2 që shkakton Shqipëria. Faulin ndaj numri 6 Kromik. 2-3 faullat. Ka një farë frymëmarrje në tentativën për të fshirë parketin, ka mbetur dhe 4 minuta 20 sekonda deri në përfundim të lojës. 3-0 për Armenin, Nevedrov në minutën 22-26 dhe Malkonjan në minutën 31. Agaxhanov. Nevedrov. Salosjan. Rrëvullohet me topin. Kromik. Topin e duart e portierit Misini. Limani. Salosjan. Në nivel janësore për Armenin. Agaxhanov. Faul, shojmë ngjyrën e kartonit. Faul për Armenin, pra Arbër Shkodra që ndërshkohet. Është faul i tretë për Shqipërinë. Shkohet dhe Arbër Shkodra. Në fakt sërish në dyshime, ky faul do duhet ishte në favor të Shqipërisë për ndërhyrjen e Kromik ndaj kapitenit Roald Dalimit. Dy kartonet e verdh, 3-3 faullat. Ganonjan. Salosjan. Agaxhanov. Ganonjan. Nevedrov dhe 4-0. 4-0, ndërsa kanë mbetur 3 minuta 29 sekonda. Triplete Nevedrov në minutën 37.
Jemi në time-out të kërkuar nga Shqipëria. Edison loja 4-0 për Armenin. Halimi Kryeziu tashmë po luan me lojtarin e 5 apo lojtarin fluturues Shqipëria. Kërkon ta baj qarkullim topin për të mos i dhënë më mundësi Armenisë t'i afrohet portës, mirë por në një dizavantazh 4-0. Nuk është ndoshta zgjidhja më e dur. Të tilla tentativa bëhen kur je në diferencën e 1 goli. Dhe kërkon të barazosh rezultati ka goditur Halimi. Selmanaj. Arbër Shkodra, Selmanaj, Kryeziu. Selmanaj. Kryeziu. Selmanaj. Kaca, përsëri Selmanaj. Kaca. Selmanaj. Arbër Shkodra. Selmanaj. Në përfundimin minuta 38, kjo goditje shpejte. Numër 11 Selmanaj për një fundore. Kjo goditje shpejte numër 11 Selmanaj, ndërhyrja Gaxhanov, kemi goditje këndi për Shqipërinë. Kryeziu. Selmanaj, rivën janësore. Halimi, blokohet në goditje nga numri 13, Melkonjan, autori golit 3 për Armenin. Halimi. Selmanaj. Kryeziu në këtë diagonale dhe 1-4, dërsa janë edhe 1 minuta 19 sekonda deri në përfundim. 4-1. Minuta 39. Pra, Devetrov në minutën 22, 26 dhe 37, Melkonjan në minutën 31 dhe Kryeziu në minutën 39, 3-1. Dhe goli 5. Vjen dhe goli 5, shumë shpejt bie dhe gëzimi i Shqipërisë ka shënuar kromik dhe jemi në 5-1. Minuta 39. Tashmë kemi hyrë në minutën e fundit, Halimi. Kryeziu. Kaca. Halimi. Halimi. Përsëri Halimi. Kryeziu.
Agaxhanov. Halimi. Kaca jashtë. Rivëri fundore. Topi gjatë. Kryesiu. Selmanaj. Selmanaj, topi për Arbër Shkodrën, Selmanaj. Selmanaj. Pasaj dhe Kaca që bën mbrojtësin. 7 sekonda, nuk kam mbetur më kohë për asgjë. Drejt për humbjes së tretë kombëtare e Shqipërisë. Vetëm të rivihet topi në lojë. E kështu pra përfundon sfida 5-1 për Armenin, kujtojmë edhe një autor të golave në Vetrov në minutën 22, 26 dhe 37, Melkonjan në minutën 31, Kromik në minutën 39 dhe Kryesiu në minutën 39. Dhe këtu merr fund kjo sfidë, humbja e tretë për Shqipërinë, ndërkohë një fitore dhe 3 humbje e goleverazhi që shkon në 5-14. Pra, tu përfundon sfida. E do duhet të japim fund këtij transmetimi për të rishikuar në transmetimet e tjera.